Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë, do ndalemi sërish tek hetimi i SPAK, i cili ka përfshirë akshin. Kam të ftuar ditën e sotme kolegun dhe avokatin Mersit Gupi. Mersit, përshëndes. Kënaqësi si gjithmonë, Grisela. Të përshëndes domun. E nisim fillimisht me atë që unë sapo thash për hetimi i SPAK, i cili ka përfshirë akshin, një institucion me rol strategjik për sigurinë e informacionit sigurisht, duke lidhur me një grup të strukturuar kriminal. Si mund të ndodhë që një institucion kaq strategjik të përfshihet në një skem kriminale dhe çfarë standardesh ligjore nga ana tjetër duhet të ekzistojnë për auditimin dhe kontrollin e tij? Në radhë parë është çështje fryme, pavarësisht se ekzistojnë ligjet, është fryma në mënyrën se si konceptohet, organizohet dhe qeveriset institucioni, po edhe shteti. Në rastin në fjalë në cilin ose në kontekstin më saktë që jemi në Republikën e Shqipërisë, jemi në valë nga arrestimeve që përfshin zyrtar të nivelit lartë, eksponent të krimit të organizuar dhe jo më kot ka vendosur pikërisht të dy subjekte, SPAK-u, që të ketë si subjektet posaçme, sepse pikërisht relacioni midis këtyre dy kategorive, pra zyrtarëve të lartë dhe grupeve kriminale, prodhon fenomene të tilla siç është dhe rasti aferave të SPAK-ut, në të cilin kemi të bëjmë me përfshirjen e drejtoresës së përgjithshme, me përfshirjen e grupeve kriminale, me përfshirjen e zëvendës drejtorit të policisë, i cili merr peng një nga biznesmenët në mënyrë që ai të heqë dorë nga oferta që ta fitojë biznesmeni tjetër, dhe standardi ligjor, Grisela, i vetëm që mundson zhdukjen e këtij fenomeni është zgjidhja ekstreme. Pra pikërisht ajo që ne kemi vënë re në këtë kontekst, pra SPAK-u, zgjidhje ekstreme do të thotë nëse ky fenomen është i zgjeruar, siç kemi vënë re dhe në raste të tjera, atëherë vetmja zgjidhje është respektimi rigoroz i ligjit nga ana e prokurorisë dhe ndjekja pa arbitraritet dhe në mënyrë sa më eficiente ndaj këtyre subjekteve. Richard Mersit, nga ana tjetër hetimi tregon se administratorë kompanish kanë kryer dhe transaksione të dyshimta dhe nga ana tjetër kanë përdorur dhe fatura fiktive për të legalizuar këto tendera. Sa i fortë është ky sistem aktual i kontrollit mbi tenderat publik dhe cilat masat ligjore mund të ndërmerren për të parandaluar të gjithë pjesëmarrjen e palishme të kompanive? Shiko, sistemi i tenderimit është sistem online, është tek faqja e prokurimeve publike, e-prokurime ka, siç kemi dhe e-Albanian. Kemi dhe prokurime dhe aty ka llogari si për autoritetet kontraktore që hapin procedurat e tenderit, në rastin konkret edhe akshi, ose organi bleve të përqendruara, ashtu dhe operatorët ekonomik që marrin pjesë në tender. Problemi nuk qëndron, Grisela, tek mënyra se zhvillohen tendrat dhe tek ligjet e prokurimit, sepse po ta vini re, biznesmeni i cili u mor peng nga grupi kriminal në fjalë, ishte oferta që ishte mundshme të fitonte tenderin. Ai u mor peng pikërisht që të ishte dorë nga oferta, në mënyrë që grupi me strukturën shtetërore të merrte tenderin. Pra do të thotë nuk është çështje e kuadrit ligjor, është më shumë çështje e përdorimit të pushtetit për t'u imponuar kuadrit ligjor. Pra nuk e merr ai që i takon, sipas parimit të meritokracisë, sipas parimit ligjshmërisë, sipas parimit të aksesit, por e merr realisht ai që ka përdorimin e pushtetit për interesa personale. Nga ana tjetër, Mersit, SPAK ka caktuar dhe arrest në burg për 2 persona, arrest në shtëpi për 2 të tjerë dhe ndalim të daljes jashtë shteti për disa të tjerë, përfshirë këtu edhe zyrtarët policia ashtu si ti e theksove. Si e vlerëson këto masa nga perspektiva ligjore dhe nga ana tjetër a janë të mjaftueshme për të garantuar në vijim edhe hetimin pa ndikim politik? Masat kanë efekt parandalues, por masat nuk janë garancia e ndëshkimit, sepse një person deri në momentin që dënohet me vendim të formës të prerë, prezumohet i pafajshëm. Madje edhe vetë SPAK-u në deklaratat që ka për informimin publik ose për shtyp, e thotë në fund të çdo potabilitet njoftimi që të gjithë masat dhe të gjitha hapat procedurale që ndërmerren nuk kanë vlerë në kuptimin e fajshmërisë, sepse çdo person prezumohet i pafajshëm. Qartë. Mersit, nga ana tjetër, do doja të ndalesha tek një tjetër çështje, tek aktiviteti Ervin Salianit, ku duket se nga një ranë po sfidon deri diku edhe autoritetin e zotit Berisha dhe po krijon edhe fraksione brenda Partisë Demokratike. Si e ke parë gjithë televizjet, a mund thuhet se Partia Demokratike tashmë po ndahet në dy kampet e kundërta dhe sa e rrezikshme mund të jetë edhe kjo përçarje për stabilitetin e Partisë Demokratike? Lëvizja e Salianit është lëvizje që duhej në këtë moment. Ama problemi që ndron që Saliani nuk e ka legitimitetin në kuptimin e para është i përjashtuar nga funksionet publike, për shkak të dëmimit që ka. E dyta nuk gëzon mbështetjen e strukturave drejtuese. Konkretisht zotit Berisha.
Sepse shiko, Saljani dhe çdo Saljani tjetër që mund dali ka një problem, Gresela. Mund të ketë masën 2%, 3%, atë masë 30%, 20%, 40% sa kanë ngelur e ka zoti Berisha, të ish elektoratit dikushëm demokrat. Kështu që kushdo që do të dojë të bëhet drejtues asaj partie ose të fillojë lëvizje politike, nuk e bën dot pa negociuar me zotin Berisha. Pra, edhe nuk i duhet Saliu, po dhe i duhet Saliu. Ky është problemi. E qartë. Nga ana tjetër, a mund ta destabilizojë, po them, totalisht Partinë Demokratike dhe ta dobësojë opozitën përballë mazhorancës të gjitha këto lëvizje tashmë që po ndodhin brenda Partisë Demokratike dhe këto zhvillime të fundit? Mendoj që çdo diskutim dhe çdo debat është i shëndetshëm. Problemi qëndron në rezultatin dhe në subjektet që iniciojnë atë. Në rastin konkret, a do japi rezultat Saljanit ata që e mbështesin? Kjo është pyetja. Qartë. Mendoj që fakti që kanë ndëshkim penal të formës së prerë, sidomos për kallëzim të rrem, e penalizon. Fakti që është i përfolur në lidhje me lidhje kriminale, në lidhje me funksionar të pushtetit socialist, e bën atë një figurë të delegitimuar. Mendoj që ata që realisht mund të kagëzojnë një farë legjimiteti, po marr për shembull zotin Tomro Alizodi, më bën përshtypje fakti mos veprimit të tyre. Qartë. Nga ana tjetër, Berisha ka folur edhe për revoltat e Partisë Demokratike që thotë se do të ndërpriten vetëm kur ky regjim të arkivohet. Si duhet kuptuar e gjithë kjo strategji, Marsid? Ka 4 vite që flitet për revolta, për mosbindje civile, për revolucione, edhe vetëm gjë që kemi parë është që zoti Berisha rrezimet kryetar dhe që shtura e besnikëve vazhdon. Qartë. Nga ana tjetër, si i ke parë edhe akuzat e zotit Berisha sa i përket dosjes së Ballukut? Akuza politike. Mundohet të përfitojë. Akuza politike në kuptimin që nuk kanë lidhje me hetimin, edhe në kuadrin ligjor. Mirë, Marsit, për ta mbyllur nga ana tjetër, a mund të jenë gjitha këto deklarata për të ushtruar presionet ndaj kryeministrit Rama dhe nëse këto akuza janë të vërteta, a kemi vërtet një krizë të brendshme serioze në qeveri, sepse Berisha ka theksuar se pas komunikimit të akta akuzës, Balluku shkoi direkt në kryeministri dhe sipas kreut të Partisë Demokratike ka kërcënuar qartë kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën. Zoti Berisha ka treguar që ka një imagjinat goxha letrare dhe që ditë krijoj narrativ, problemi është që nuk ditë të japi rezultat. Pra gjithë krimtaria e tij do të ishte e vlefshme dhe legjitime në momentin që kjo krimtari do prodhonte ndëshkim. Ajo që zoti Berisha ka është që mundohet të përndodhin ngjarjet, pa çdo gjë që ndodh, qoftë edhe në kuadrin e arrestimeve të Spakut, qoftë në emrimin e një figure politike, qoftë në shkarkimin e tij. Krijon disa histori, sikur të gjithë këta i kanë shërbyer Ramës pra, Rama ka vjedhur pafund nëpërmjet tyre, i ka marrë lekët dhe në fund po jedh në rrugë, kështu që këta janë thjesht viktima. Jo se janë të fajshëm thot, por që gjithë janë viktima. Fakti që ka këtë lloj amnistie e bën të dyshueshëm rolin e tij. E qartë. Mirë, Marsit, të falenderoj shumë për gjitha informacionet kemi arritur në fund. Faleminderit. Mirë të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje se çfarë diskutuan ditën e sotme, pam një panoramë të tensionuar dhe komplekse pra nga seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë, ku përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës shpërthyen për çështje si arrestimi Belinda Balluku dhe dosja e akshit tek deklarata e zotit Berisha që flasin për revoltat e Partisë Demokratike dhe vjen e kuqe kundër bashkëpunimit me krimin. Në qendër të vëmendjes qëndrojnë dhe institucionet e drejtësisë dhe roli i tyre në garantimin e llogaridhënies, ku SPAK pojton raste më të ndjeshme të abuzimit me fonde publike, ndërsa Kuvendi dhe Këshilli i Mandateve përballen me sfidën e mbajtjes së rendit institucional në mes të krizave politike dhe protestave opozitare. Dhe nga ana ndërkombëtare, tensionet mes NATO-s dhe Rusisë tregojnë se siguria globale kërkon vigjilencë dhe diplomaci, ndërsa